I maskuar se juaj në ndin e tij, pronari rrëshqet prapas skenave. Ajo që ai dëshmon është mirësi, neglizhencë dhe ndershmëri e papërpunuar. Kush i sfidon çdo supozim të tij? Të vërtetat e fshehura do të riformsojnë të ardhmen e gjithë perandorisë së tij të restoranteve. Ora e pikut të mbrëmjes në bistro Southern Half mbushi ajrin e Memphis me aromat e peshkut të skuqur dhe bukës së misrit me gjalp. Jashtë, një figurë e rrëmujshme me mjekër të parregullt, gjupë të grisur dhe çantë vjetër, qëndronte mbështetur në një shtyllë ndriçimi, i padallueshëm nga shpirtrat e harruar të qytetit. Megjithatë, në rrobat e vjetra qëndronte Mason Anderson, themeluesi i Southern Health dhe 8 restoranteve të tjera të suksesshme të ushqimit të shpirtit, të cilat i kishte ndërtuar për 25 vjet në qendra komunitare ku të huajt bëheshin familje. Duke ju afruar të 60-tave, Mason përballej me pyetjet e trashëgimisë. Fëmijët e tij nuk kishin interes për biznes dhe t'ia dorëzonte një të huaj i duke i gabuar. Thashëthemit dhe intervistat nuk mund të zbulonin cilësinë që Southern Health vlerësonte: etikën e punës, dëmshurinë dhe respektin. Kështu ai zgjodhi maskimin në vend të titujve, duke u futur në dyert e tij si një askush për të vëzhguar stafin paroje. Me zemrën që i rinte fort, ai hyri brenda, i pritur nga ngrohtësia, bisedat dhe një pritëse e sjellshme, por e pasigurt. Mason shpresonte që vizita e maskuar do të identifikonte liderin e tij të ardhshëm. Ajo që gjeti do të rezultonte frymëzuese, shqetësuese dhe krejtësisht e papritur. Mason ul në një tavolinë në cep të lokalit. Rrobat e tij të vjetra dhe çanta e grisur e bënin të mos binte në sy, ndërsa i jepni një pamje të gjerë të sallës së ngrënies. Bistroja gumëzhinte nga energjia, kamarierët lëviznin mes tavolinave me takatë ngritura lart, tingujt e takëmeve ndërprisnin një rrjet të vazhdueshme bisedash dhe të qeshurat. Një kamariere e re, Mera, ndaloi pranë tavolinës së tij. Buzëqeshja e saj e sjellshme luhate nga pasiguria, ndërsa vërente pamjen e tij të ashpër. Mirë se vini në Southern Health, e përshëndeti ajo me një ngrohtësi që kalonte përtej hezitimit. Mund t'ju sjell diçka? Mason uli shikimin duke qëndruar në rol. Vetëm ujë, mërmëriti. Buzëqeshja e Merës u lëkund, por mbeti. Sigurisht, më njoftoni nëse keni nevojë për diçka tjetër, u përgjigj ajo para se të kthehej në rrjetën e sallës së zhurmshme. Ndërsa Mera u largua, Mason vuri re një kamarier tjetër, Tanner, të mbështetur në banak, duke lundruar në telefon, ndërsa një klient i moshuar i bënte shenjë për ndihmë. Një pamje që ja shtrëngoi nofullën, edhe pse ai ja kujtoi vetes se ishte aty për të vëzhguar, jo për të gjykuar. Gjatë ditëve të ardhshme ai kaloi nëpër çdo restorant të tij, duke studiuar se si stafi përballonte presionin. Në Baton Rouge ai pa lavapiat Senorën, që në heshtje merrte një kovë për të ndihmuar kamarierët e mbingarkuar. Në Jackson dëgjoi 2 kuzhinierë që grindeshin aq forca, zërat e tyre dëgjoheshin në sallën e ngrënies, ndërsa menaxherja Daniel i injoronte. Mason shënonte çdo moment, të mirë apo të keq, në një fletore të vjetër të futur në çantën e tij. Më pas, në lokacionin e Birmingham, një mbrëmje, ai pa kamarierin Dennis që ul pranë një nëne të mbingarkuar, duke shqetësuar fëmijët e saj të shqetësuar me lapsa ngjyrosës nga përparsja e tij. Fëmijët u ndezën nga gëzimi. Nëna lëshoi një pshërëtim lehtësimi dhe Mason ndjeu një krenari të thellë. Ky ishte shpirti Southern Health, të bënte njerëzit të ndjeshin të vënë re dhe të kujdesur në mënyrat më të vogla, më njerëzore. Pas 2 javësh vizitash të maskuara, Mason u kthye në lokacionin e tij të dashur të Memphis, duke ulur në një kabinë në cep për të vëzhguar pa u dalluar. Turma e mbrëmjes u shtua, një çift debatonte për antipastat, një familje këndonte rreth një qeriu ditëlindje, miq qeshnin mbi një pjatë me krap ule, derisa një zë imprettheu u zhurmën. Mos harxho me të, tha kamarieri Philip me përbuzje, duke treguar me gisht Mason. Nuk lë bakshish, ndoshta s'ka as $1. Gjoksi Mason u shtrëngua. Mira ndërhyri me ton të qetë. Kështu nuk i trajtojmë njerëzit, Philip. Ai rretulloi syt. Jemi të mbingarkuar pse të lodhemi. Por Mira qëndroi pa lëkundur duke i kërkuar falje Mason dhe duke i ofruar ndihmë. Krenaria u ndezte Mason dhe pse përbuzja e Philip e dhembi. Momenti mund të kishte kaluar, po të mos hynte një burr i veshur mirë në moshë të mesme. Mason njohu Dian, menaxherin e distriktit, shikimi të cilit u ndal kur ambi të huaj në rrëmujshëm në kabinë. Vetulla e Dian u ngrit, ndërsa kaloi sallën e ngrënies. Tensioni u shtua në stomakun e Mason.
duke ofruar dian për shpëriti. Mason, je ti? Pyetja ngrita Masonin. Utimi dian u shndërrua me njëherë në mosbesim. Çfarë po bëni veshur kështu? Në atë çast Mason e dinte se maskimi dhe plani i tij kujdesshëm sapo ishin zbuluar. Karriket u zhvendosën dhe bisedat u ndalën, ndërsa Mason u ngrit nga kabina e tij në cep. Do të shpjegoj më vonë, murmëriti ai te Dian, pastaj u drejtuai sallës me një zë të qartë dhe të qëndrueshëm. Unë jam Mason Anderson, pronari i këtij restoranti dhe 8 të tjerëve. Një pëshërëtim kolektive përshkoi sallën e ngrënies. Philip u zbe, Mera qëndroi tronditur dhe Dian përshpëriti. Pse nuk na paralajmërove? Përgjigjja Mason ishte e qetë por e lodhur, sepse kisha nevojë të shija çfarë ndodh kur askush nuk bën shfaqje, dhe tani e di. Tensionet u ndezën në ajër ndërsa Philip u zhduk në kuzhinë dhe Mera ngriu pranë tavolinës së Mason. Dini kërkovi të flisnin privatisht, por Mason tundi kokën. Jo, kjo është për të gjithë. Ai tregoi rrobat e tij të vjetra. Për 2 javë vizitova çdo lokacion i veshur kështu, jo nga mosbesimi, por për të parë ku shiheni kur mendoni se askush nuk po ju shikon. Përshpëritjet u përhapën me stafit, ndërsa sytë e Merës u zbutën me kuptim. Kam kuzhinierë që ndihmojnë kamarierët, lavapjatës që të kalojnë detyrat e tyre dhe ushqimet të huajve të paguara nga mirësia, tha Mason me emocionin që i rëndonte zërin. Ky shpirt, ky është Southern Health. Ai ndaloi duke lënë fjalët të vendoseshin, por kam parë dhe gjëra që ma thyen zemrën, mungesë respekti ndaj klientëve dhe ndaj njëri tjetrit. Ky biznes nuk u ndërtua duke shkurtuar rrugët ose duke i trajtuar njerëzit sikur nuk ka rëndësi. U ndërtua mbi punë të palodhur dhe respekt. Philip, ende pranderës së kuzhinës, u zhvendosi sikletosur. Mason nuk e përmendi me emër, po pesha e sjelljes së tij vare në ajër. Duke marrë frymë thellë, Mason vazhdoi. Nuk e bëra këtë për të turpëruar askënd. E bëra sepse po kërkoj dikë që të udhëheq Southern Health kur unë të tërhiqem. Dikë që e kupton çfarë do të thotë ky vend për komunitetin tonë. Syt u nxeruan në përdhom, ndërsa rëndësia e misionit të tij të maskuar u bë e qartë. Mason u kthye te Mera dhe foli mbi heshtin që kishte rënë. Ti më tregove leadership të vërtet, duke mbrojtur atë që është e drejtë, dhe kur nuk është e lehtë, tha ai me zërin e zbutur nga krenaria. Lotët ndriçuan sytë e Merës. Zotje Anderson, filloi ajo, pra ai ndërpreu butësisht me një buzëqeshje. Nuk duhen fjalë. Leadershipi fitohet ditë pas dite dhe unë të ftoj të stërvitesh krameje, të mësosh si të drejtosh Southern Health, jo vetëm si biznes, por si një familje. Duar trokitjet shpërthyen, klientët ju bashkuan stafit në festë dhe kur ato u zbehën, Tony Mason u bëi vendosur. Ky vend nuk ndërtohet mbi një person, u kujtoi ai të gjithëve. Secili prej jush e bën Southern Health atë që është, dhe ne po i rikthemi këtij vizioni, mirësi, respekt, punë e palodhur. Këto nuk janë shtesa, janë thelbësore. Turni i darkës rifilloi me një rrymë të rinovuar shprese. Mera shërbeu me buzëqeshje lotuese dhe madje Philip lëvizi nga tavolina në tavolinë heshtje të menduar. Pas mbylljes Mason mblodhi të gjithë ekipin, nga lavapjatësit e menaxherët në sallën e qetë të ngrënies. Lodhja dukej, por u tejkaluan nga vendosmëria. Trashëgimia nuk është paraja, ndërtesat apo edhe ushqimi, tha ai. Është jetët që prekim dhe vlerat që lëm pas. Një buzëqeshje, një fjalë e mirë, zgjedhja e dur kur askush nuk po shikon. Ky është Southern Health. Pa këto, gjithçka nuk ka kuptim. Shikimi i tij u ndal te Philip. Ke një shans të bësh më i mirë, ashtu si të gjithë ne, tha ai. Përgjigjja e Philip ishte një, do të bëj më mirë, premtoi, e lëkundur. Mason tundi kokën duke shtuar se rruga e re e Merës do të kërkonte ende mbështetjen e të gjithëve. Vetëm bashkë mund ta bëjmë këtë vend të veçantë dhe ta bëjmë edhe më të mirë. Kur mbledhja përfundoi, stafi u shpërnda me një vendosmëri të qetë. Mason u ndalte dera, krenaria dhe përullësia u ndërthurën ndërsa fiku dritat. Udhëtimi i maskuar kishte qenë më i vështirë se sa ai kishte imagjinuar, por ai e kuptoi se ja vlente çdo moment. Pavarësisht pasigurisë përpara, ai më në fund ndihej shpresdhënës për Southern Health. Historia e Mason na kujton se një trashëgimi e vërtet matet me jetët që prekim. Pra, le të largohemi me mirësi, dëmshuri dhe një dëshirë të vazhdueshme për t'u rritur. Jam vërtet e interesuar të di mendimet tuaja për këtë histori, ndaj ju lutem mos hezitoni t'i ndani ato në seksionin e komenteve më poshtë.